Një akt i rënd terrorist ka goditur kryeqytetin pakistanez Islamabad duke shkaktuar panik ndaj viktimave të shumta. Një burr i armatosur me një bombë partizanale tentojë të hyjte në ambientet e një gjykate, përpasi nuk arriti të kalonte sigurinë, aktivizoi eksplozivin në hyrje të kompleksit pranë një automjeti policie. Shpërtimi ishte i fuqishëm dhe u dëgjua në një rrezë të gjerë, ndërmjet pamjet e transmetuara nga mediat lokale tregojnë automjete të shkatruara dhe mbetje të djegura në vendngjarje. Zyrtarët e sigurisë konfirmuan se nga shpërtimi humbën jetën 12 persona, mes tyre dhe punonjës së forcave të rendit, ndërsa 27 të tjerë ndodhen në spital në gjendje të rëndë. Ministria e Brendshme tha se po vijon puna për identifikim të autorit dhe se të gjithë personat e përfshirë në organizimin e sulmit do të përballen me drejtësinë. Presidenti pakistanez Asif Ali Zardari e dënoi me forcë aktin duke i cilësuar si një sulm ndaj paqes dhe institucioneve të vendit. Ai bëri thirrje autoriteteve të sigurisë të forcojnë masat e mbrojtëse në objektet publike dhe institucione shtetërore. Dëshmitarët okular thonë se në momentin e shpërtimit ishte rrëqethës dhe se në zonë u krijua kaos i menjëhershëm, pash flak dhe tym që dinin nga makina, njerëz u lërinin për ndihmë, tha njëri prej tyre për mediat lokale. Ky është sulmi më i rëndë që godet Islamabadin në 3 vitet e fundit. Ngjarja sjell në vëmendje rrezikun e sulmeve terroriste në Pakistan, një vend që vitet e fundit është përballur me rikthimin e grupeve ekstremiste në disa rajone kufitare.